Një aksident i frikshëm ka ndodhur me zitën e kësaj të shtune në aksi nacional transbalkanike. Një mjet i llojit Porsche ngjyrë zezë duke udhëtuar me shpejtësi skëter në pjesën e aksit nacional, në zonën e hyrjes së qytetit ka dalë nga rruga. Drejtuesi i automjetit si rrjedhoi e shpejtësisë së lartë ka humbur kontrollin e mjetit, duke përfunduar më pas i përmbysur në mesin e rrugës nacionale pranë paraburgimit të Vlorës. Drejtuesi i mjetit, një i ri i qytetit në pjesën e rrugës pranë paraburgimit, ka shkelur gazin, duke provuar mjetin me shpejtësi maksimale, por kjo provë e tij rezultoi fatale. Ai humb kontrollin dhe godet 5 automjete të cilat ishin të parkuara anës rrugës. Mjetet këto të punonjësve të paraburgimit të Vlorës dhe jo vetëm. Mjetet e parkuara të cilat janë dëmtuar janë 5 të tilla, 2 automjete të llojit Benz ngjyrë zezë dhe gri, 2 mjete të llojit Ford ngjyrë zezë dhe një Fiat, mjet me ngjyrë të kuqe. Por nga ky aksident drejtuesi i mjetit nuk ka dalë as vet pa lëndime. Si rrjedhoi aksidentit në fjalë, ai ka mbetur i plagosur. Kanë qenë kalimtar të rastit të cilët kanë lajmëruar me njëherë forcat e policisë dhe shërbimin e urgjencës në Vlorë. Kanë mbritur me shpejtësi drejt vendit të ngjarjes policia e Vlorës dhe autoambulanca e cila ka shoqëruar prendim mjekësore drejtuesin e mjetit tip Porsche. Gjithashtu, efektivët e policisë kanë rrethuar perimetrin e sigurisë për të nisur hetimet e mëtejshme për aksidentin në fjalë. Është orientuar edhe trafiku rrugor për shkak se pjesët e automjeteve kanë qenë të shpërndara gado në aksin nacional transbalkanike. Mjeti i llojit Porsche i personit që ka shkaktuar këtë aksident të frikshëm ka dalë totalisht jashtë funksionit, teksa jashtë funksionit mund të konsiderohet edhe një tjetër mjet i llojit Benz, i amortizuar totalisht, por edhe Fiat Punto, i cili edhe ai ka marrë dëmtime të shumta, ndërsa 3 mjetet e tjera kanë marrë dëmtime më minimale. Pas aksidentit, mjetet janë larguar me karotres nga vendi i ngjarjes, teksa rruga aksi nacional është pastruar edhe nga pjesët e makinave të shpërndara kudo.